Në Arafat ndodh ngjarja më e madhe, domthon në jetën e njerëzve. Nuk ka ngjarje më të madhe në jetë që ndodh sikur ndodh në Arafat. Ajo ndodh dhe tjetër herë, po jo sikur edhe në përmasa që ndodh në Arafat. Andaj është e veçantë. Çka është ajo? E ka taku Ibn Mubareku Sufjan e-Thaurin rahimahullah në Arafat. Këta dy gjigandat maj, dy burrat maj, janë taku në Arafat. Nga se këta janë elitar të shoqënisë, këta janë gjigandat, këta janë modelet apo. Këta janë ata që duhet më kallëzu kush janë njerëz e kompletuar ndash me pa, këta janë të kompletuar. Andaj janë takuar. Edhe ka pa Ibn Mubareku Sufjan e-Thaurin ka I rrjedhin lët apo. Ka thënë pse po kanë sot? Kush është njeri më I dëshpëruar sot? Ka menuar Ibn Mubareku se lët e Sufjanit janë një lloj mërzie. Kanë qenë lët gëzimi apo. Andaj ka pyet në bazë të pamjes I ka thonë kush është sot njeri më I dëshpëruar, më I dështuar sot? Kush është sot? Në ditë Arafati. I ka thonë Sufjan e-Thauri rahimullah, ai që mendon se Allahu që të nësës që u falë gjunat apo. Subhanallah. Shiko, ata e kanë konsideru çështjen më madhore në jetë me t'i falë Allahu gjunat apo. Sot nuk është kjo për njerëzit domthon ditë e madhe apo. E ç'kjo ngjarje e madhe që janë gëzu pejgambert e njerëz të mirë e kanë pa ngjarjen më të madhe në jetë, në përmasa më të mëdhaja, në mundësi më të mëdhaja ndodh në Arafat apo. Që ata e ka kuptu Sufjani ka për çfarë po ka ajo. Andaj çfarë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Do të thosim për agjërimin, në fund çka ka thonë? Kush e agjeron ditën e Arafatit, çka ndodh? Çka ndodh? Ja fal Allahu mëkatet e vitit të kaluar e vitit të ardhshëm. A peshini ja fal mëkatet? S'ka thonë kush e agjeron Arafatin, ja jep Allahu shpërimin e haxhiut. Kushtimisht për shembull, ka mund me kon. Kush e agjeron ditën e Arafatit, Allahu xhalla xhelalu ja mundson vit në ardhshëm me shkon haxh. Për shembull, janë këto ama, sa ky çmim që Allah dën për të jepën. Çmimi që të bën nerë është me t'i falë gjunat apo.